në momentin që fillon me implementu taksat të CO2-shit, do të shtrejtohet për gjitha kategoritë e konsumatorëve shtëpiak. CO2-shi a shtrejton edhe energjinë që prodhon keku? Gjithsesi. Sa mundet me shtrejtu? Unë kisha desh me ritheksu, gjithashtu se bizneset do të përgatiten, se gjithashtu shumë shpejt do të filloj implementimi edhe i taksës së CO2-shit. Sa më herët që ne fillojmë në mënyrë vullnetare që fillojmë të implementojmë disa detyrime që i kemi në raport me institucionet e EBS, aq më mirë. Mirë, po mos vim si te çështja e sektorit e liberalizimit tregut, kur në një mas të madhe jemi të detyruar me forcë me dalë në tregun e hapur. CO2-shi a shtrejton edhe energjinë që prodhon keku? Gjithsesi. Sa mundet me shtrejtu? Po ato çmimet janë të publikuara, mirë, po varet ka pas diskutime mes shtetet BE-s dhe shteteve që synojnë antarësimin. Ato janë të publikuara në kuadër të sekretariatit, po fillon implementimi me sa diun e pas 2 viteve. Sa është minimumi i çmimit të taksës që ne duhet me vendosur? Nuk e di saktësisht me numra, po besoj se gjithsesi ajo do të jetë, si me thonë, do e shtrajtoj çmimin e energjisë elektrike, po të njëjtën kohë edhe produkteve që do të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian, do të ketë një taksë në rast se nuk kemi, si me thonë, implementimin e taksës së CO2-shit në vendin. Nëse më nëse jam të kuptu qartë, apo thonit që ka më ushtrejtu përsëri energjia elektrike edhe për konsumatorët, për shtëpitë edhe për bizneset? Në momentin që fillon me implementu taksat të CO2-shit, do të shtrejtohet për gjitha kategoritë e konsumatorëve shtëpiak. Kur e kemi momentin e fundit, vitin e fundit që do të me fillu me implementu? Saktësisht se di datën, po kemi pas shtyrje, ka qenë 2026, kemi pas shtyrjen, një prej arsyeve pse është shtyr edhe implementimi i kësaj takse, na kanë detyruar që me i kriju këto bursat e energjisë, dhe në rast se janë kriju këto bursa, kemi pas shtyrje, dhe një prej arsyeve pse, si me thonë, një lehtësi që ka qenë raport me shtetet e Ballkanit, gjitha shtetet që kanë kriju bursat në vendet e tyre kanë pas një farë lehtësimi nga Bashkimi Evropian që nuk do të fillojë implementimi i taksës së CO2-shit.